Zoti Cakrani, ju si njeri i drejtësisë, a mendoni se organet ligjzbatuese amerikane mund nisin një hetim sa i përket përfshirjes që Edi Rama i ka bërë dhëndrit Donald Trump, Jared Kushner dhe vajzës së tij Ivanka Trump me element të krimit organizuar apo edhe me persona që dyshohen për narkotrafikant, përmendim këtu takimin e famshëm të Arubas? Shiko, them diçka. Që Edi Rama e bëri pis vajzën e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, njeriu më të fuqishëm të botës, kjo tashmë nuk kam asnjë dyshim. Fakti që Edi Rama e përdori emrin e saj, emrin e familjes saj dhe emrin e babait të saj për qoka politike të brendshme, edhe kjo nuk kam asnjë dyshim. Mjafton rasti kur ai deklaroi nuk shkova në Davos unë sepse më kishte lënë presidenti të mbaja vajzën e tij, shikoja vajzën e tij, vetëm kjo mjafton për të nisur një hetim. Plus pastaj që ai e ka bërë pis edhe vajzën e presidentit duke e ngatëruar, jo vajzën, po edhe dhëndrin e tij dhe emrin e familjes tij në afera të cilët ata nuk janë realisht të përfshirë, sepse ata nuk janë të zvërnesi. Ata nuk ekzistojnë të zvërnesi nderuar. Dhe kjo është përdorur nga Edi Rama për qofin e tij personale politike. Nuk ekzistojnë. Po, te Sazani mas e kanë patur tentativa ose kanë tentativa për të bërë një investim. Po te zvërnesi tu jep garanci absolutisht jo. Dhe fakti që po përdoret që kanë lidhur Arubën me fëmijët e presidentit, kjo është e bën situatën akoma më të rënduar nga pikpamja e dëmtimit të imazhit publik të tyre. Dhe kjo nuk ka qenë vepër e imja juaja, ka qenë vepër e atyre të cilët mbështesin kryeministrin dhe asoconin fëmijët e presidentit me kryeministrin për të trembur dhe për të mbyllur gojën këtu opinionit publik, analizëve, gazetarëve kështu me radhë që mos ta ludonin për Edi Ramën sepse ai ka mbështetjen e presidentit të Shtetet Bashkuara dhe ka mbështetjen e administratës së presidentit Donald Trump. Pra, përdorimi publik i emrit të vajzës, i emrit Trump apo dhe vetë presidenti i Shtetit Bashkuara e ka bërë për mendimin tim, këndvështrimin tim jo vetëm, por edhe analizëve të ndryshëm dhe fakti që sot po përdoret kjo që Edi Rama ka bërë në fushatën elektorale e Shtetit Bashkuara, unë mendoj se e ka rënduar shumë pozitën e Edi Ramës për të vazhduar më tej miqësinë, për të vazhduar bashkëpunimin, po për të vazhduar dhe qeverisjen me shqiptarët për vitet e ardhshme. Mendoj se do kemi zhvillime të reja nga shtatori e tutje. Zoti Cakrani, ndërkohë Edi Rama do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Ankara të Turqisë, ku do të takohet edhe me Erdoganin, ndërkohë i pranishëm do të jetë edhe presidenti amerikan Donald Trump. A mendoni se Edi Rama mund t'i dalë përballë dhe të shihet në sy me Trumpin teksa ka bërë gjithë këtë gjullurdi, po themi, në raport me presidentin amerikan? Duhet të ndalemi pak këtu. Nëse do të shikojmë të gjitha intervistat dhe qëndrimet përdeshër që presidenti SBA-ve ka patur për NATO-n, ka qenë qëndrime shumë të ftohta, mund të themi dhe negative, sepse ai është i ndërgjegjshëm, e di shumë mirë që NATO-a nuk ekziston. NATO-a është SBA-ja dhe Turqia. Dhe ai ka deklaruar që unë shkoj në Turqi jo për NATO-n. Unë shkoj për të respektuar presidentin Tayyip Recep Erdogan si e ka. Kështu që ai shkon aty për respektin e një individi, ku thot kur që do të nënkuptojnë që s'ka marrë respekt për asnjë nga ata që janë aty. Kështu që për sa i përket kësaj, unë jeni të bindur që edhe do ketë debate në atë summit dhe padyshim ai do jetë i ftohtë me të gjithë liderët, qofshin këta të Bashkimit Evropian, që nuk e mbështetën në kauzën e tij për Iranin, dhe do ketë edhe debate për sa i përket edhe buxhetit që vendet nuk përmbushin sipas ushtrive që ata kanë dhe sipas parashikimeve që ka edhe ligji apo përsa parashikime që kanë dhe dispozitat për të marrë pjesë dhe për të antarështuar në këtë forcë euroatlantike.
Dhe kështu që mendoj dhe ka qenë tashmë evidente fakti që Donald Trump i ka kritikuar të gjitha vendet, edhe ka kërcënuar edhe me dalje nga dhe me prishjen e aleancës, dhe padyshim Shqipëria është një nga ato vende e cila nuk ka fare asnjë lloj buxheti për sa i përket për të pjesëmarrjen në NATO. Dhe kështu që unë mendoj se Trump do jetë i ftohtë, po madje do jetë shumë i rezervuar për të takuar jo e Tiranoj se kanë mendje fare, po për të takuar edhe Merz, për të takuar edhe Melonin, për të takuar edhe Macronin, edhe ndonjë lider tjetër që bën fuqinë kryesore të NATO-s. Dhe kështu që unë nuk kam asnjë dyshim që Trumpi qoftë edhe me fuqinë që ja jep, po qoftë edhe me qefmbetjet që ai ka, dhe me futullukun që atë karakterizon edhe si lider i fuqisë më të madhe botërore, por edhe si personazh që ai është kontrovers në kuptimin e mirë të fjalës, jo në kuptimin e keq, dhe nuk ka besoj se do mund t'i dalë Edi Rama para as për t'i dhënë dorë. Dhe këtë e kam bas publik, sepse edhe fotoa që mund të jetë aty do jetë një fotoa që bëhet zakonisht me lider e të gjitha vendet të aleancës që janë pjesëmarrëse që përbëjnë aleancën euroatlantike, do jetë një foto, mendoj unë, problematike. Duke pasur parasysh nismën në Shtetet Bashkuara të Amerikës të kongresmenit Wilson për hetimin e lidhjeve të qeverisë shqiptare me trafikun e drogës dhe cënimin e interesave amerikane në këtë rast, por edhe për fshirjen e dhëndrit të Donald Trump dhe vajzës tij me element të krimit organizuar, dhe duke marrë gjithë këtë panoramë dhe protestën që po ndodh, a mendoni se Edi Rama do të jetë kryeminist vitin e ardhshëm për të pritur samitin e NATO-s në Tiranë? Po kush është ai që mendon dhe beson që do bëhet samiti i NATO-s në Tiranë? Të mendojnë vetëm e besojnë, dhe Edi Rama vetëm e beson se di shumë mirë që nuk do bëhet samiti i NATO-s, edhe pse është saktuar. NATO, kuptoni diçka, nuk ka bërë kur samite çdo vit. Kur nuk e ka patur në agjendën e saj, në programin e saj, në statutin e saj që të bëjë samite çdo vit. Absolutisht jo. Plus që Shqipëria deri atëherë do ketë zhvillime. Dhe deri atëherë besoj se kjo mbledhje, ky samit do anulohet për arsyet që thash pak më sipër. Dhe kështu që unë nuk mendoj se mund të jetë Edi Rama që donte të përfitonte nga ky samit, dhe për mua unë s'kam asnjë dyshim që nuk ka për të bërë, nuk ka për të zhvilluar. Por gjithsesi edhe po të zhvillohet, nuk është e garantuar pjesëmarrja as e Erdoganit, por as e presidentit Donald Trump. Përderisa ai nuk shkon në Turqi, por shkon aty vetëm për zotin Erdogan, presidentin Erdogan, atëherë imagjinoni Shqipëri se kanë mendje fare për të ardhur. Kështu që këto janë vetëm insinuata që hidhen për të mbajtur për të ndërtuar një imazh në opinionin publik dhe për të bërë PR-in e Edi Ramës e kështu me radhë që ja lideri kështu do presi NATO-n e bla bla bla. Unë mendoj se protestat, pavarësisht se nuk po arrihet ai qëllimi për cilin po kërkohet, që janë nisur dhe kanë nisur, mendoj se protestat do zgjasin, sepse nuk bëhet protestat për Flamingon, kush gënjen veten mendjen që protestat po bëhen për Flamingon, nuk ka kuptuar asgjë nga protestat, mbase Flamingot ishin shkaku kryesor, por nuk ishin qëllimi. Dhe ju e dini shumë mirë edhe revolucionet që kanë platë dhe në pranverën arabe, apo edhe revolucionet bolshevike, apo edhe revolucioni francez, nuk janë bërë kur ka pasur një arsye banale, por qëllimi ka qenë krejt ndryshe. Dhe qëllimi që këto protesta sot po zgjasin në këto ditë korriku, dhe përderisa qytetarët nuk janë të rrequr, edhe pse nuk kanë shkuar, nuk mund të shkojnë të gjithë atje në shesh, sepse dhe të gjithë nuk kemi qenë 37 apo 38 ditë që dësh sot, por kemi qenë me mendje atje. Dhe mendoj se protestat padyshim që do jenë fundi politik i Edi Ramës. Pastaj, se sa spaku do jetë në gjendje të regjistrojë procedim penal për kryeministrin, unë këtë nuk di ta them, sepse ajo prokurori është një prokurori e cila nuk ka treguar një integritet të lartë për sa i përket pashmërisë së përgjegjësisë penale për gjithë ata që kanë pasur probleme me ligjin dhe e kanë shkaruar
duke mbetur te ky argument, sa gjasa ka që SPAK të thrasë Edi Ramën, nisur edhe nga depozitimi në strukturën e posaçme nga ana e organizatorëve të protestës të librit Albanian Files, ku Edi Rama kishte bërë një konglomerat, po themi, akuzash për veten, kuptimin e gjithçkaje, pra se si operonte në raport me arkitektët. Shiko, libri i famshëm dosja e Shqipërisë, për ta thënë në shqip që na kuptojnë dhe qytetarët. Dosja e Shqipërisë, padyshim që është me bekimin e Edi Ramës, sepse ai libër aty brenda ka 540 projekte, ku rreth 50 prej tyre kanë përfunduar, 50 prej tyre janë në proces ndërtimi dhe 50 janë në fazën e miratimit së lejes së ndërtimit, që do të thotë që rreth 1/3 e tyre 3/4 më saktë e atij projekti janë miratuar. Dhe kjo ka vetëm një firmë, ka firmën e Edi Ramës. Padyshim që çdo projektues, çdo arkitekt është i lirë të bëjë projektet e veta që mund t'ia prezantojë qeverisë kështu me radhë. Por kur ky libër dhe këto projekte bëhen nga ndërkombëtar, nga njerëz të cilët e kanë parë dhe shikojnë Shqipërinë si një lop për ta miel, në gjuhë popullore fola këtu, apo si një vend i cili mundet të abuzohet, sepse kemi një kryeministër i cili nuk pyet as për zonat e mbrojtura, nuk pyet as për pronën private, po se çan kokën fare dhe s'ma përgjegjësi për pronën publike, ata padyshim që bëjnë libra dhe ja propozoj kryeministrit qoftë kjo edhe për të bërë parathënien ose recencën. Problemi është që këta arkitektë që kanë bërë atë libër, atë dosje, janë arkitektë që deri sot, nëse do të kishte një prokurori të posaçme, ashtu siç e kërkon lartësia e detyrës, atyre ndaj tyre do të kishte nisur procedim penal. Do të nishin procedim penal sepse ata janë përgjegjësit kryesor, jo vetëm të shkatërimit të zonave të mbrojtura dhe zonave turistike, të zonave të cilat që kanë përparësi, më shumë se turizmi kanë përparësi edhe mjedisi, po të shëtju, ata kanë qenë arkitektët kryesor të shkatërimit të Shqipërisë. Bashkë me pse jo tentohen, gjithë ka arkitekt, edhe për evazioni fiskal. Edhe çfarë i lidh ata me lider si Macroni, me lider si Michel i Belgjikës, me lider si holandez, po të shëtju, me lider edhe të Mbretërisë së Bashkuar, dhe çfarë i lidh ata që marrin këtu, përfitojnë këtu na biznesmenët shqiptar, dhe ku i kanalizojnë ato para ata për të bërë pastaj më pas në Europë pianin ose për të glorifikuar ose për të rregulluar imazhin e Edi Ramës. Dhe kjo dosje duhet të hetohet në disa këndvështrime, në këndvështrimin e evazionit fiskal, se jo të atyre zotrive e cilët kanë përfituar nga biznesmenët shqiptar para dhe kjo duhet hetuar, dhe ku i kanë çuar ato para dhe si kanë përfituar, a kanë lëshuar fatura, dhe pse kanë ardhur në Shqipëri, kush i ka thirrur ata në Shqipëri për të bërë këtë kasapan të ndërtimeve, betonizimin e Shqipërisë, dhe patyshim lidhjet që ata kanë me politikanët evropian, dhe kush i ka lidhur ata me këta politikanë. Kështu që është dosje e cila duhet hetuar, por patyshim duhet hetuar në shumë këndvështrime, jo vetëm në këndvështrimin e lejeve të ndërtimit dhe këndvështrimin e prishjes së zonave të mbrojtura apo se shkatërimin e mjedisit në Shqipëri.